Negociatat për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës vijojnë për një marrëveshje konkrete mes forcave kryesore politike. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, pas një takimi rreth 2 orësh në Kuvend me kryeministrin Albin Kurti, bëri të ditur se përpiqet për arritjen e një konsensusi janë ende në zhvillim. Abdigjiku theksoi se qëllimi i këtyre takimeve është gjetja me zgjedhje të përbashkët. E një zgjidhje të përbashkët që do të shmangte vendin nga zgjedhjet e reja. Megjithatë, ai sqaroi se palët nuk kanë hyrë ende në fazën e diskutimit të emrave konkret për postin e presidentit, duke treguar se procesi ndodhet ende në një stad të hershëm. Sipas tij, aktualisht janë në qarkullim 2 kandidatura të mundshme nga lëvizja vetëvendosje, por LDK mbaj një qëndrim të prerë si institucionet shtetërore nuk mund të kontrollohen nga një forcë e vetme politike, duke kërkuar balancë dhe përfaqësim të gjerë. Situata u krijua pas përfundimit të mandatit të presidentes Vjosa Osmani me 4 prill në përputhje me kushtetutën. Detyrën e ushtruese së presidentit e ka marrë kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu. Muajsh, partitë politike në Kosovë nuk kanë arritur një marrëveshje për këtë çështje kyçe institucionale. Lëvizja vetëvendosje e drejtuar nga Kurti fitoi zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit me 57 ulësit në Kuvend, por ky numër nuk është i mjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit pasi kërkohen të paktën 80 vota, duke bërë të domosdoshëm bashkëpunimin me partitë e tjera.